Selia diplomatike e rrugës së Elbasanit i bën thirrje Partisë Demokratike dhe të gjithë aleatëve opozitare të saj që të refuzojnë dhunën në protestat e tyre dhe të rikthehen te dialogu e bisedimit konstruktive. Në lidhje me tubimin e fundit kombëtar të opozitës në Tiranë, ku u hodhën molotove, fishek zjarre drejt institucioneve qeveritare, si dhe u sulmua Vila 31, ambasada amerikane thotë se aktorët politik duhet të zgjedhin mjete paqësore për protestat e tyre. Ne nxisim të gjithë aktorët politik të refuzojnë dhunën politike dhe të zgjedhin mosmarrveshjet mes tyre përmes angazhimit konstruktiv dhe mjeteve paqësore të ligjshme, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane. Kujtojmë se protesta e opozitës më 28 shkurt në Tiranë shkaktoi një valë të fortë reagimesh për shkak se këtë herë u sulmua me molotov e fishek zjarre, ish vila e diktatorit Enver Hoxha në blok, e cila është kthyer në një rezidencë qeveritare dhe pret gjithashtu aktivitete kulturore. Në momentin ku drejt saj shpërthyen molotovët, brenda kishte artistë të huaj, të cilët po merrnin pjesë në një ekspozitë. Policia e shtetit u gjet e papërgatitur për këtë rast dhe për shkak të reagimit të vonuar, të nesërmen kryeministri Edi Rama urdhëroi shkarkimin nga detyrat të kryepolicit Ilir Proda dhe drejtuesit të kryeqytetit Elton Allushi.